në momentet e para, kur një njeri ka trombocite të larta mbi normën, që është 400.000 për 1 mililitër gjak, mund të ndodhin këto simptoma. Ose nuk ndjejmë asgjë, mund të ndjej një lodhje edhe një këputje trupore. Mund të ndjejmë një lodhje të muskujve, të duarve dhe të këmbëve. Mund të ndjejmë një, si të thuash, një parehati të përgjithshme dhe një njeri që nuk ka fuqi për të ecur ose që ka dhimbje të gjunjëve. Do të ndjejmë me vërtet këtë lodhjen e kokës dhe këtë rëndesën në kokë, por po kështu edhe indet e tjera nuk na ushqehen mirë me gjak dhe me oksigjen, pa mundësi e organizmit e zemrës për t'i ushqyer të gjitha këto organe me gjakun në sasinë e duhur, sepse është i trashur gjaku. Nga kjo prani pllakëzash, platelesh me shumicë në të. Nëse këtu do të kemi për shembull ndonjë frakturë që neve e përmendëm, ndonjë anemi, mungesë të hekurit, kjo prodhon me shumicë. Mirë po, ky prodhimi i pa kontrolluar do të na çojë në trashjen e gjakut dhe pastaj ato të tjerat janë si derivate njëra pas tjetrës, do të shfaqen këto sëmundje.